Të nderuar shikues, mirëmbrëma, jemi sot në platformën digjitale Okult, këtu në kanalin e YouTube-it ton zyrtar, Okult. Ne jemi dhe 4 herë në javë, gjithashtu siç e dini një pjesë e madhe nga ju, dhe në kanalin e YouTube-it të Top Channel-it. Para se të fillojmë emisionin, falenderoj të gjithë sponsorët e emisionit ton, edhe ata që ne vazhdimisht do t'i nxjerrim me të shkruar në ekran, si dhe në veçanti Uin Lajthiza, i cili nuk ka shumë nevojë për prezantim për shumicën e njerëzve, pasi njihet që është një nga mbretërit e ujit tu në Shqipëri, i cili prodhon dhe këto kanaçet e personalizuara, të cilat janë pije që vinë me një formë shumë të mirë, nga pamja e jashtme, ashtu dhe nga përmbajtja, të cilave po ti provosh nuk ndahesh me. Faleminderit Lajthiza. Gjithashtu falenderojmë Bioenergy 77, Bioenergy 77, i cili ka shumë mallra specializuara, të cilat shërbejnë për energjinë shpirtërore, dhe janë produkte që mbështesin mirëqenien natyrale. E gjeni te Kodra e Diellit në Tiranë, dhe gjithashtu mund të bëni dhe seanca për bioenergji, dhe numri do të dalë vazhdimisht në ekran. Gjithashtu kini dhe vajin e farave të Kajsisë, i cili është i përsosur edhe duke përdorur dhe për lyerje në trup, dhe eq gjithë dhimbjet në përnyjet dhe në përkyçet. Këtu kemi dhe germanium koloidal, i cili së bashku me disa të tjera, cilat me disa lengje tjera që ne do t'i prezantojmë vazhdimisht, mund të përdoren çdo ditë në mëngjes duke i pirë, dhe njëkohësisht për lyerje duhet t'ju them se ka dhe vaj të farave të rushit dhe medikamente të tjera, cilat ne do t'i japim her pas here. Falenderojmë gjithashtu dhe kompaninë e sigurimeve Alpsik, me mbi 20 vite përvojë në treg, e cila është e fokusuar në ofrimin e zgjidhjeve të besueshme për individët dhe bizneset. Ofron siguri të plot dhe mbrojtje financiare në çdo fazë të jetës. Faleminderit Alpsik që jemi ne. Mirë, sot kemi zgjedhur një temë kulturore, nga ato që her pas here ne i zgjedhim dhe i përzgjedhim dhe përgatisim dhe materialet. Sot do të flasim për një figurë sufiste shumë të shuar në botën e mesjetës, ka jetuar në fund të shekullit 11 dhe në fillim të shekullit, deri në mes të shekullit 12, është ai që u quajt Ibn Arabiu dhe ka lindur në Andaluzi në kohën kur Spanja myslimane ishte në kulmin e lulëzimit të saj dhe ndriçonte pothuajse të gjithë pjesën tjetër të botës, e cila kishte rënë në errësirën e mesjetës. Siç u thash, në fundin e shekullit 12, një djalë nga Andaluzia, i cili ishte Ibn Arabiu, siç u thash në hapjet të emisionit, pa disa vizione dhe u godit nga ndjesia se Zoti ishte kudo. Pra nuk ishte lart në qiell, po gjithçka e krijuar në botë ishte vetë shenja e Zotit. Këto vizione ai nuk i pati përmes meditimit, agjërimit, ose nëpërmjet dekadave të studimit, por ato i erdhen në mënyrë të natyrshme, dhe filozofi i madh Averroes, që dëgjoi për ta, e thiri dhe i bëri një pyetje, kur këta dy burra u takuan, dhe ai tha:
Spulesat ynore, tha, janë të njëjta me arsyetimin e gjatë filozofik, mbas studimeve të mëdha filozofike, dhe as sjellin të njëjtën të vërtet. Djali Ibn Arabiu ju përgjigj, po, por kjo përgjigje përfshin edhe jo, sepse shpirtrat ndahen nga trupat dhe kokat ndahen nga trupat, i tha Ibn Arabiu i ri. Averroë u çudit, ngele i habitur nga kjo përgjigje dhe e kuptoi se kishte bënte me dikë që dinte shumë dhe mendja e të cilit e ka prezente potencialin njerëzor. Ibn Arabiu do t'i quaj më pas mjeshtri i madh dhe ai gjatë gjithë jetës së tij botoi, shkroi dhe botoi 800 libra. Ishte shumë i njohur jo vetëm në botën islame, por edhe në komunitetin e studiuesve klerik të fesë së krishterë, ashtu dhe të judaizmit. Feja e krishterë kishte rreth 200 vjet që ishte ndarë në dy degë, siç dihet, në ortodoksizëm dhe në katolicizëm, dhe të dy botët e fesë së krishterë tashmë e njihnin dhe dinin mendimet e Ibn Arabiut, i cili në jetën e vet ka pasur një natyrë mistike, dhe ne do të diskutojmë filozofinë e tij në lidhje me arritjen e unitetit të qenies, siç e quante ai dhe që do të diskutojmë më vonë se çfarë janë, dhe si mund të përdoret imagjinata për të kontaktuar Zotin dhe se si mësimet e tij mund të ndihmojnë njerëzit të zbulojnë shenjtërinë nga përvojat më të zakonshme. Po, le të flasim fillim kush ishte Ibn Arabiu. Ka jetuar, siç u thash, rreth viteve 1165-1240. Ibn Arabiu ka lindur në qytetin spanjoll të Murcias në vitin 1165, në një periudhë historike të njohur si epoka e artë, siç e përmenda, e kulturës islame në rajonin e Al-Andalus, Spanja jugore. Ai përjetoi zgjerimin e tij të parë shpirtëror kur ishte i ri dhe më pas e kaloi pjesën tjetër të jetës së tij duke studiuar në udhëheqjen e një mjeshtri sufi dhe ka kontakti me dy gra më të mëdha se ai në moshë, me të cilat ai pati komunikime të gjata në lidhje me çështjet që diskutonte. Dhe prej tyre ai më vonë ka theksuar se mësoi disa të vërteta të thella. Kur ai u bë 40 vjeç, në kohën kur filloi dhe zgjimi i tij shpirtëror, Ibn Arabiu në këtë moment pati një vizion të thellë që tregonte një urdhër ynor dhe më pas, sipas këtij urdhri, ai u largua nga Spanja dhe ndoqi rrugën e tij të ndriçimit shpirtëror duke udhëtuar në vende të ndryshme të botës së ateshme, që ishte kryesisht bota e Mesdheut. Kështu ai udhëtoi në të gjithë zonën që quhet Maghreb, në zonën e Afrikës së Veriut, pastaj shkoi në Egjipt dhe më pas udhëtoi në Mekë dhe mëtej në Anadol, përpara se të vendosej përfundimisht në Damask të Siris, ku ai vdiq në vitin 1240. Shkrimet filozofike të Ibn Arabiut nuk kishin formatin tradicional të paraqitjes sistematike të arsyetimit
dhe argumentave me sekuenca, me pjesë. Veprat më të mëdha të Ibn Arabiut, si zbulesat monumentale të Mekës, kornizat e urtësisë dhe shumë libra të tjerë të shkruar prej tij, konsideroheshin se ishin shkruar me frymën e Zotit dhe ai pretendonte se ishte një profet i së vërtetës. Prandaj veprat e Ibn Arabiut me qëllim u krijuan jo vetëm si një burim dije, por edhe si kanale përmes cilave njerëzit merrnin mesazhe hyjnore dhe në këtë mënyrë të transformonin natyrën e tyre duke marrë jo thjesht disa koleksione faktesh ose idesh që janë një interes arbitrar ose akademik, por si një këndvështrim të shikimit filozofik të botës dhe universit. Theksohen që Ibn Arabiu ka pasur 3 shtylla në artën e tij të realitetit. Vizioni i tij për universin është i gjerë dhe kompleks, por ai mbështetet pra në disa shtylla themelore që e riformulojnë plotësisht mënyrën se si ne duhet ta kuptojmë sipas tij marrëdhënien tonë me hyjnorën. Këto shtylla të Ibn Arabiut janë uniteti i qenies dhe ky është një, ose uniteti i ekzistencës, është një term me cilin Ibn Arabi është bërë sinonim. Pra, kur përmendet Ibn Arabiu, me njerë kujtohet një nga këto 3 shtyllat e tij kryesore, që është uniteti i ekzistencës. Ka pasur dhe shumë filozofë të tjerë, madje dhe Bektashizmi mendon se uniteti i qenies është vetë Zoti, i cili ekziston edhe në një fije bari dhe në një botë mikrokozmike të vogël, ashtu si dhe në makrokozmos. Gjithë ky unitet i madh, mendonte Ibn Arabiu, është vetë Zoti. Ky koncept do të thotë se ekziston pra vetëm një qenie vërtet dhe çdo gjë tjetër që shohim përreth nesh, përfshirë trupin ton, nuk është një gjë e veçantë ose e pavarur, por është manifestimi i unitetit të qenies, sepse i gjithë universi funksionon si një seri pasqyrash që pasqyrojnë në dritën e Zotit, mendonte Ibn Arabiu. Ai foli dhe për njeriun perfekt. Dhe theksonte se nëse universi përbëhet nga pasqyra të shumta që përshkruajnë imazhin e Zotit, pra pasqyra në ato që ne shikojmë, personi i plot do të ishte më i qartë nga këto reflektime. Pra, një person i cili do të kuptonte gjërësisht ekzistencën, duhet të analizonte këto reflektime që ati i vinë nga realiteti. Dhe Ibn Arabiu shpjegoi se gjithë njerëzimi është një mikrokozmos i universit dhe brenda çdo njeriu përmbahen atributet ose emrat hyjnor. Qëllimi përfundimtar i evolucionit shpirtëror të njeriut është që ai duhet krijojë një imazh të zemrës së tij që është plotësisht reflektuesi dritës hyjnore, duke i lejuar kështu vetes të funksionojë si një kanal midis qiellit dhe tokës. Shtylla e tretë pas njeriut perfekt është imagjinata, që e ka trajtuar Ibn Arabiu në shumë libra të tij, dhe sipas kuptimit të tij për imagjinatën njerëzore, e cila quhet khayal, ajo nuk është vetëm një mjet për të krijuar histori fiktive, por është edhe një plan realiteti.
sfera imagjinative ose khayal është sfera ku bota shpirtërore merr një formë fizike konkrete, si dhe vendi ku bota fizike bëhet shpirtërore, pra në imagjinat. Është në botën e khajalit që imagjinata aktive dhe e qartë e njeriut i lejon atij të përjetojë dhe perceptojë praninë e hyjnores në botën fizike dhe të fitojë një tepërtim më të thellë në kuptimin e përmbajtjes së endrave dhe vizioneve të tij. Kush është rëndësia e Ibn Arabiut sot? Sot bota i kushton një rëndësi shumë të madhe ndarjes, ne kundër të tjerëve, të shenjtët kundër laikëve, trupi kundër mendjes dhe shumë ndarje të tjera. Këto pikpamje çojnë në ndarje, në rreshtim dhe në besimin se Zoti është larg dhe na shikon që atje për të na gjykuar në fund të jetës sonë. Shkrimet e Ibn Arabiut e hedhin poshtë këtë mit dhe këtë këndvështrim dhe ai thonë se Zoti nuk është larg. Ai është ajo që ekziston brenda krijimit. Realiteti hyjnor është një, thot Ibn Arabiu, dhe të mençurit e shohin atë në çdo gjë, pra e shohin Zotin kudo. Kjo perspektive re na lejon ta shohim botën normale dhe të përditshme si të shenjtë. Ajo me të cilën ne luftojmë, pema jashtëdritare son, problemet me të cilat përballemi, të gjitha këto janë prova të Zotit dhe të unitetit që ekziston brenda gjithë krijimit. Ne nuk ka pse ta kërkojmë më Zotin në qiell dhe në vend të kësaj duhet të mësohemi të gjejmë prova të Zotit, të ekzistencës së Zotit në situatat e përditshme. Por si duhet të praktikojmë mësimet e Ibn Arabiut? Mësimet e tij janë të mbushura me misticizëm, me praktikën e tyre si një mjet për të transformuar vetëdijen tonë të përditshme përmes veprimeve që ne duhet i zbatojmë në jetën tonë. Ai flet dhe për praktikën e vështrimit në pasqyrë, pra në realitetin që ka krijuesi Zoti. Sa herë që asim një objekt të bukur, thoshte Ibn Arabiu, sa herë kemi përballë një sfidë apo dhe shohim gjërat më të zakonshme në jetën tonë të përditshme, duhet të ndalemi dhe të reflektojmë se si ato mund të pasqyrojnë hyjnoren brenda nesh. Në vend që të bëjmë vlerësimin për diçka si të mirë apo të keqe, duhet të kërkojmë mënyra, theshte Ibn Arabiu, se si përvoja përfaqëson një cilësi të veçantë hyjnore. Ndjenja jon e zemërimit duhet të zhduket dhe ne do të mbushemi me një frikë të jashtëzakonshme. Ibn Arabiu fliste shumë edhe për pastrimin e zemrës apo lustrimin e zemrës. Ai besonte se zemra është vendi ku shpirti ynë bën perceptimet e tij dhe se ajo është mbuluar nga egoja, lakmia dhe shpërqendrimi. Për të pastruar zemrën tonë duhet të kryejmë akte mirësie, të tregojmë për ulësi dhe të praktikojmë heqjen dorë nga nevoja për të pasur gjithmonë të drejtë me të tjerë. Praktikimi i të paktën një akti mirësie pa interes ose dhenje çdo ditë do të ishte një shembull që ne jemi në rrugën e pastrimit të zemrës. Dhe kjo do të ndihmojë për pastrimin e pasqyrës tonë tek të tjerët. Të flasim çik për atë që quhet përqafimi i paradoksit. Mendja racionale dëshiron ta etiketojë gjithçka si të mirë ose të keqe, të bardhë ose të zezë, të dobishme ose të padobishme. Ndërsa Ibn Arabiu theksonte se hyjnoria ekziston pikërisht në sferën e dualitetit, sepse ai është i pari dhe i fundit, është dëshmimtari dhe i mbuluari. Prandaj në vend që të përpiqemi
të gjejmë një zgjidhje për kontradiktat brenda jetës sonë, ne duhet të krijojmë hapësirë që të dyja palët të bashkëjetojnë brenda vetëdijes. Në këtë hapësirë të posë dhe jos, në fakt është mençuria e vërtetë. Ibn Arabiu foli edhe për oqeanin e dashurisë duke lënë një perlë kur e pyetëm se çfarë feja i besonte dhe që do ta lexojmë në mënyrë literale në fund të këtij emisioni. Kur Ibn Arabiut ju bë kjo pyetje, se cila ishte feja e tij, ai dha një përgjigje shumë të bukur dhe ky ishte një nga shembujt më të mëdhenj të spiritualitetit universal që ekziston në një kohë kur ekzistojnë kaq shumë përçarje brenda feve të ndryshme ku dihet që ka sekte të ndryshme. Por cila ishte përgjigja e Ibn Arabiut kur u pyet se cila ishte feja e tij? Ai tha: zemra ime është bërë aftë për çdo formë. Ajo është një kullot për gazela dhe një manastir për murgjit e krishterë. Është një tempull për idhujt dhe një qabe e pelegrinit. Aty ndodhen tabelat e Torës dhe libri i Kuranit. Feja ime që unë ndjek, tha Ibn Arabiu, është feja e dashurisë. Çfarë do rrugë që marrin devet e saj, pra devet e dashurisë, aty është feja dhe besimi im. Pra Ibn Arabiu krijoi një artë të pyetjeve të mëdha filozofike që të gjithë njerëzit i kanë bërë vetes së tyre. Çfarë është krijimi? Kush është krijuesi? Kush jemi ne? Kush është qëllimi i ardhjes tonë në këtë botë? Dhe në fund të fundit, kush është qëllimi i jetës? Këto pyetje, siç e tham, gjithkush mund të përpiqet t'i gjykojë në mënyrë racionale nëpërmjet filozofisë, por edhe në mënyrë iracionale nëpërmjet vizioneve apo vegimeve. Dhe këto të dytat gjithmonë janë më të sakta dhe më shumë afër realitetit të përgjigjeve që duhet t'i japim për këto pyetje që pak a shumë çdo njeri, duke qëndruar në një ditë vere apo në një ditë dimri dhe duke parë këtë madhështi të pangë të krijimit, gjithmonë i shtrirë mbi barë apo i ulur mbi karige, ja ka bërë vetes së tij, sado i mençur apo mediokër apo naiv që ai të ketë qenë. Pra janë pyetje që jo gjithkush ti ta jap një përgjigje me përjashtim të atyre që shikojnë vizione apo dhe të profetëve. Këtu mendojmë ta mbyllim duke besuar se u kemi sjell këndvështrimin e një sufisti dhe një mistiku shumë të njohur në botën e mesjetës, siç është Ibn Arabiu, dhe ju kemi plotësuar sadopak kurreshtjen mbi figurën e tij. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe miropafshim.